mbi gjendjen tepër të rënduar në Kosovë nga represioni dhe dhuna e vazhdueshme kundër shqiptarëve, pastaj për gjendjen e rënd ekonomike, sociale e të tjerë. Presidenti Rugova paraqiti para parlamentarit britanik projektin dhe përsaktimin politik të shqiptarëve për pavarësinë e Republikës Kosovës. Parlamentari McDonald theksoi se përkrah fuqimisht kërkesat e shqiptarëve për pavarësi, duke nënvizuar se komuniteti ndërkombëtar duhet kushtoj zbutjen apo heqjen eventuale të sanksioneve kundër Serbisë me gatishmërinë e saj për të biseduar me udhëheqjen e Kosovës. Deklarat e Kryeministrit të Republikës Kosovës, Dr. Bujar Bukoshi. Kryeministri i Republikës Kosovës, Dr. Bujar Bukoshi, i dha një deklarat gazetës Rilindja rreth punës së qeverisë pasi ditët e fundit disa subjekte politike shqiptare dhe disa gazeta të përkohshme në gjuhën shqipe shtruan çështjen e përgjegjësisë dhe të punës së qeverisë së Republikës së Kosovës në Mërgim. Në fillim të deklaratës së tij, kryeministri Bukoshi thotë: "Veprimet e qeverisë Kosovës kanë qenë dhe janë të bashkërenditura me qëndrimet e subjekteve kryesore politike të Kosovës në përgjithësi dhe me presidentin e Republikës në veçanti. Vështirësitë që mund të jenë paraqitur ndonjëherë janë kryesisht vështirësitë komunikimit. Me këtë rast përsëris atë që kam thënë edhe më parë, mandat dhe legitimitet për të shqyrtuar punën e qeverisë dhe për të dhënë vlerësimet për të sipas kushtetutës e ka Parlamenti i Kosovës dhe Presidenti i Republikës, duke përfshirë këtu edhe përgjegjësinë time dhe të çdo antarit të qeverisë veç e veç." Unë, thot në poshtë të deklarat kryeministri Bukoshi, jam i gatshëm të përgjigjem çdo kërkesë që vjen nga ky nivel. Kjo qeveri, të cilës realisht do të duhet i zvendësoj mandati pas zgjedhjeve shumë partijake në Kosovë para gati 2 vjetësh, ka vazhduar të punoj pa e zvogluar intensitetin me qëllim që të kontribuohet në institucionalizimin e jetës politike në Kosovë. Mendoj se do të ishte më produktive që ata që argjojnë kohën duke kritikuar qeverinë, në punën e së cilës sigurisht se ka tmeta dhe mangësi, të punonin për institucionalizimin e jetës në Kosovë, për konstituimin e Parlamentit të Republikës Kosovës, për zgjedhjet e një qeverie që do të ishte shprehje e zgjedhjeve të lira e shumëpartiake, me një fjalë përjetësimin e Republikës Kosovës. Ndërkaq, lidhur me bizetimet që kam zhvilluar me zyrtarët në Amerikë, konsideroj si insinuatë dhe gënjeshtër të kulluar problemin se unë gjoja atje pas kam deklaruar se jam për një farë zgjidhje të çështjes Kosovës në suazat të kushtetutës së vitit 1974. Nuk kam as mandat politik e as ekzekutiv që të ndroj përsaktimin politik të 2 milion shqiptarëve në Kosovë. Nuk është e tepër të them se ky është edhe përcaktimi im të cilin askush nuk mund ta konstatoj, nënvizon kryeministri Bukoshi. Mandatin për ndërimin e përcaktimit politik të popullit nuk e ka askush, pavarësisht se cilin emër ka dhe çfarë funksioni kryen. Ndërkaq, mbi bazën e funksionit të kryetarit të qeverisë, në të gjitha kontaktet me partnerët e jashtëm të shteteve apo organizatave ndërkombëtare, ju kam përmbajtur kompetencave të organit në krye të cilit jam, të rregulluara me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe më vonë të verifikuara dhe të fuqizuara me përcaktimin plebiscitar të popullit Kosovës në referendumin për Kosovën shtet sovran dhe të pavarur. Është e papranueshme pa marrë parasysh motivet që dikush të tentoj të licitojë zgjidhje të tjera për Kosovën, duke mi atribuar mua ato sepse përcaktimi im për Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur, jo vetëm që rrjedh nga funksioni që kryej, por është edhe shprehje e bindjes sime, nënvizon kryeministri i Republikës Kosovës Dr. Bujar Bukoshi në deklaratën e tij dhe në gazetës Rilindja. Vazhdojmë me informacione të tjera. Konferencë